në Macedoni, qoftë këto që janë pushtet, qoftë këto që janë tani në opozit, nuk kanë pastërti, nuk kanë frim të pastërtis, asnjëra, nuk kanë frim të shenjtëris, asnjëra. Se cili mendon mja ngull tjetëri. Dhe më thonë, një parti që nuk kanë besim, se ato manifestojnë sistemin reptilian demonve. Kur janë me ty, thonë janë me ty, kur shkojnë atë që thonë me ata po tallim janë me ty. Pra ate janë ngullin nga një tjetëri. Pra ndaj në këto i kam punë shumë keq, ne i kemi punë shumë keq, që lafos mi Shqip Macedoni. Pra ndaj shqiptarët e Shqipërisë janë ato të porë që hinë xhenet, pastaj vinë Kosovës dhe këtu në Macedoni, këto që janë me Tim Shkupin kanë me hinë xhenet. Ato që janë me mu kina me hinë xhenet, kini me po, kini mu bindë edhe vetë. Kini mu bindë edhe vetë kush hinë xhenet. Zoti i bekovë shqiptarët, Zoti na i hap portat e dijes, portat e xhenetit, Zoti na shpëtov në dunjë, Zoti na forcov, Zoti na shtov numrin mbi këtë numër, Zoti na dhosh dije mbi këtë dije, Zoti na dhosh strehimin mbi këtë strehim që na ka dhënë, Zoti i boft ato më të fort keqen që e kanë, Zoti i bashkoft akoma më shumë të keqen, i boft më shumë arrogant që ne ta fitojmë betejën në fund. Ju përshëndes, ka shku.